Në këtë video, këto dua të ju sjellë disa shembuj nga përvoja dhe historia islame në lidhje me tregtinë. Edhe për të qenë mësime për ju që e dëgjoni këtë, edhe për t'ju dhënë përgjigje atyre të cilët disa herë ma kanë bërë pyetjen se a lejohet të bëhet pazarlëk, të bëhet pazar, të shtyhemi në pazar në tregti, sipas islamit. Me që thash të jetë mësim për ju kjo që do të them këto, është mirë që edhe të tjerëve të tregoni, e mënyra më e mirë do të ishte ti shpërndani këtë video në veçanti, për të mësuar sa më shumë nga kjo përvojë apo rastet e historisë islame në lidhje me pazarllokun. Pas ka jetuar një grua e moshuar me emrin Kaile. Në kohën e gjahilietit, do me thëmë para ardhjes së islamit, kjo grua e paskesh ushtruar profesionin e tregtarës, profesion të cilin e vazhdon edhe pas ardhjes së islamit. Bazuar në tregimin e kësaj gruaje e Kailes, ajo përgjat zhvillimit të veprimtarisë të tregtisë, të u marrë me tregti, pas ka vepruar me sabian. Kur ka ble mall, kur ka dalë në pazar me ble mall, e pas ka dhanë çmimin më të ulët të mundshëm dhe më pastaj duke u shtyr në pazar, kur shitsi nuk e ka dhanë për atë çmim, kjo e ka ngrit pak, pastaj ai e ka ndryshu, pastaj tu e ngrit dhe kur ka mri në shumën të cilën kjo në fakt e ka pas në kokë me ble për qatë shumë, nëse shitsi ka pajtuar, e ka bleja. Njëjtë kështu kishte vepruar edhe me rastin e shitjes. Fillimisht e jep një çmim të lartë, blerësi nuk e pranon, pastaj duke e zbrit çmimin, blerësi duke e ngrit pak nga ajo që e thet të parën, dhe kur kjo e arrin pikën të cilën në fakt e ka pas në mendje me shit për atë çmim, atë mall, nëse ka pëlqye blerësi, e ka shitën. Dhe me që pas ardhjes së islamit, kjo grua e moshuar e pranon islamin, tani fillon ta brengos një pyetje, se a thua sipas islamit, a është e lejuar kjo të cilën ajo po e bënte vazhdimisht në tregti. E merr atë gaxharullkën e vet, atë shkopin, edhe niset drejt te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pejgamberin e takon në kohën e umrës, i afrohet edhe po i thot: Ja Resulullah, o pejgamber i Zotit, ka marrë me të pyet për lejushmërin e diçkaje të cilën unë në fakt jam duke e bërë përgjatë tregtisë. Urdhno, thët, për çfarë është pyetja? Thët, kur shes mall, sefte e jap një çmim shumë të ulët, pastaj duke e ngrit, të bo pazarlëk, të ushtym pazar, kur më rrin në pikën të cilën dua ta blej, nëse pëlqen shitsi e blej, edhe e marr mallin. Njëjtë kështu veproj, edhe kur shes. E mbaj një çmim shumë të lartë, pastaj tu bo pazar, tu ushtym pazar, duke e zbrit, kur më rrin çmimi të cilën unë në fakt e kam pas në mendje me dhanë me atë çmim, nëse pëlqen blerësi, e shes. A është e lejuar kjo në islam apo nuk është e lejuar? Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot: nuk është e lejuar. Sepse ti duhet ta vendosësh që në fillim çmimin
me të cilin dëshiron ta blesh një mall dhe njëjtë kështu ta vendosësh në fillim çmimin me të cilin dëshiron ta shesësh një mall. Kjo lojë me çmime që ti brenda e ndjen se dëshiron të arrish në një çmim të caktuar për ta ble dhe loja e cila bëhet aty thot është e ndaluar në islam, është haram. Përkthyer në gjuhën e përditshme tonën, për ta kuptuar edhe më mirë. Për shembull, një njeri që ndërton banesa, apo çfarëdo malli tjetër, po e marrim shembullin e banesave, e ka një çmim të prerë në mendjen e tij se një banesë të vetën e jep për filan çmimin. Ta zami 50.000 euro, e shet një banesë. Por, duke menduar dhe duke ditur se blersi ashtu kështu ka me ushtyje në pazar, ky thet unë e përjavnoj sef të çmimin 55.000 e tura të poshtë kur më rrin në 50.000 gjatë pazarlëkut, unë e jap mallin edhe e shes. Mirë po, shtrohet pyetja, çka nëse blersi e blen mallin të cilin ti e ke pas njët me shiten 50.000 euro, çka nëse atë banes e merë për 55.000 euro. Edhe nëse ti ashtu ke menduar ashtu kështu se do të bëhet pazar, çka ndodh me ato 5.000 euro të njeriut i cili në fakt nuk bën pazar dhe blen mallin, banesen për 55.000 euro. Sipas islamit, rregullave të fikhut islam, bazuar edhe në rastin e sipërpërmendur të asoj gruajës Kaile, asoj plakës arabe Kaile, që ka qenë tregtare edhe në kohën e gjahiljetit, edhe pasardhjes së islamit, çfarë do të bëhet me këtë? Sipas rregullave islame, ato 5.000 euro nuk i ke halal. Do me thonë, edhe nëse njeriu ka qenë razi apo ka pëlqyer me çmimin 55.000 euro. Për shkak se këto brenda teje në këtë lojen e këtij transaksionit tregtar ka një mashtrim i fshehur. Është një lojë, i është bërë një tradhtim, një mashtrim, një dëmtim blersit për 5.000 euro. Në pyetje tani, këtu shtrohet tash një pyetje tjetër në islam. A vetëm ato 5.000 euro mbi 50.000 janë haram, apo çaj 5.000 euroshi e ka fliq edhe 50.000 euroshin të cilin ti e ke pas në kokë me shit mallin? Sipas shumicës së fukahave islam, tërësia e 55.000 euroshit është shndërruar në tërësi të papastërt islame. Pra, krejt e ke përzije 55.000 me haram. Që i bje, nëse e shet një mall 100 euro, dhe në atë 100 euro ke bo mashtrim 50 cent, sipas islamit i gjithë 100 euroshi, pra edhe i 99 euro e 50 cent që ka qenë halal shndrohet në haram. Një rast tjetër po e përmendi nga tradita islame, natyrisht edhe kë për të qenë mësim për të gjithë ne që jetojmë në këto përditshmërit tona, dikush me tregti, dikush me diçka tjetër. Në një kohë, një njeri e merr kingjen edhe del në pazar me shit. Në mendje e ka se kingjen do ta shet 50 dinar. Dinar apo derhem të atëhershëm. Kur e lëshon në pazar aty, vje pas pak kohë, mushteria i parë dhe po i thet, po e jep për 20. I thet jo, nuk muj. Shkon. Pas pak kohë, vjen një edhe rastisht po i thet, a bën 25. Jo.
30 i vjen një, jo. 40 i vjen një, thët jo. Rastisht pas ka shqeluar afër aty një, edhe po e dëgjon ky se sa po thët jo dhe sa po i japin mushterit. I afrohet edhe i thët, a po ma jep këtë kinç për 70 dirhem, apo dinar, apo euro të sodit. Ky i thët jo. Qysh bre thët jo? Ata 20, 25, 30, 35, 40 ti dhanë nuk e dha, o a gjok, po në po t'jep 70. Pse s'pe jep? Thët sepse 70 euro është ma shtrejt se unë që kam dasht me ta shiten. Afrohen njerëzit aty, bohët një mohabet që shbohen zakonisht në pazare, zgatët dora, shkundën durt, apo jep me qikaq, apo e merë me qikaq, e bindin këta që ta shet malin, kingjën për 70 dirhem, 70 dinar. I merë parët edhe shkën të shtëpia. Pas do kohë, kur plakët, i shtrirë në shtratin e vdekjes, po e thirë plakën e vetë, grujen, edhe po i thët, oj gru bre, thët, gjatë jetës kum gabu, kum boe, gjunahe, Allah i mi falt, jam pendue, por thët, është edhe një rast cilin, me gjithë që e kam dëgju një mësim prej pejgamberit, unë po ndjej se nuk i kemi halal do pare që i kam pru të shtëpia. Për sa është fjala, po e pyet gruaja, thet, atë kujtohet kur një kingjë e pata shit, pata dal me shitën për 50 dinar, i pruna të shtëpia 70, edhe unë e thet ndjej në shpirtin tem, në karakterin tem të brendshëm, se ato pare i kemi pas haram. Çfarë po ta mërmendja? Ajo grua ja përmen rastin e Kailes. Dhe i marin ato para, i dërgojnë dikun, i kthejnë dikun, edhe nuk lejon që të vdes me atë para për të cilin ka ndje se e ka haram. Një rast tjetër, Muhamedi alayhi salatu wassalam pas ka dalë në treg. Tu shetit në pazar aty, po e shen një djallë 3, edhe me një thes për para, me grun, me grur, me gramatik të folje. Edhe nga nalt, po shihet gruri, po vizlon, kokrat e mirat pastërta. Edhe si që është zakon, pejgamberi alayhi salatu wassalam e shte dorën, kështu në grun brenda, edhe e qënë përpjet, edhe po bin kokrat e grunit në thes. Mirë po, kur e bën këtë pun, e shes se gruri është i lagur brenda. Edhe po e pyeta djalin, o qonë, thët, pse është i lagt mrena? Thët, për shkak se o Resulullah ma ka zanë sheo, mbram, edhe mu ka lag. Po pse ja ke qitë këtë tertin për mi, thët, që? Kur po vinë njerëzit me ble, apo ju të regon se brenda është i lagt, jo. Thët, haram e ki këtë mal me shiten. Nuk guxon me shiten. Aq më shumë nuk guxon që ti të luash me çmimin e këtij malli. Përndryshe, duhet të tregosh njerëzve se mrena mallit atje është i lagur dhe duhet ta shesësh me çmimin e grurit të lagur, jo me çmimin e grurit të terror. Shtrohet pyetja, fukahat në lidhje edhe me këtë rast e shtrojnë pyetjen se a lejohet në islam që t'i vnohet një çmim i lartë një malli. Ndahen mendimtarët, fukahat islam dhe thonë se nëse e shitet në treg për një çmim të caktuar, edhe nëse është shumë i lartë, por që ti në fakt e ke përcaktue a çmim dhe njerëzit me razi
të pëlqyer e pëlqejnë me çmim është e lejuar. Por nëse e bën si të rasti i kailes edhe të ai i kingjit, atëherë nuk është i lejuar. Në Islam nuk lejohet ngritja e çmimeve mbi 30% vetëm në kohë krize. Kriza e grurit, kriza e ujit, kriza e kripës, kriza të ndryshme, lufte, ka krizë. Në këtë kohë, sipas Islamit, është e ndaluar me ndalesë të prerë decide ngritja e çmimit të çmimeve më shumë se 30%. Një rast tjetër, mësim për të gjithë ne, ky Omeri radiallahu anhu shpesh pas kësh dal në tregun, në pazarin e Medines. Dhe si një strateg vizionar, për cilin kam folur me një shkrim, reformat të cilat i sjell Omeri, 45, të cilat s'kan qenë as në kohën e pejgamberit, as në kohën e Muhamedit, as në kohën e Ebu Bekrit. Dhe thot në një rast se ata të cilët e dëmtojnë të ardhmen e Islamit në emër të mbrojtjes së kaluarës së tij, do të kemë punë me shpatën time. Nëse Omeri radiallahu anhu po del në pazar edhe vazhdimisht i pyet njeri i cili e ka krijuar Kufën, qendrën akademike islame, qytetin e Kufës. Në fakt është njeriu që i ka themeluar 5 qytetet kryesore të botës islame: Kairon, Basrën, Kufën dhe të tjera. Zakon e ka njeri vizionar me i pyet tregtarët në lidhje me rregullat islame të tregtisë. Ata të cilët nuk i kanë ditë, ata tregtar që kanë shit aty dhe kanë shku me bo shitblerje, nëse nuk i kanë ditë përgjigjet në pyetjet rreth rregullave islame mbi tregtin, ky Omeri radiallahu anhu i ka dënuar me kamxhit. Deri atje sa një ditë vendos ta shkrua një pankart në hyrje të tregut. Ndalohen të shesin mall të gjithë ata të cilët nuk i mësojnë paraprakisht rregullat islame mbi tregtin. Në nënshkrimi i Omerit aty, komentatorët e kësaj fjalie të madhërishme, spektakolare të Omerit radiallahu anhu e shpjegojnë se këtë Omeri e bën për dy arsye. Një, të mos vihet emri i Islamit, të mos damkoset Islami nga tregtarët e padijshëm dhe mashtrues, dhe e dyta, të mos përfitojnë muslimanët tregtar mashtrues në emën të Islamit. Siç bojmë sot, jam musliman, e fala namazin bismillah knej, ndërsa ka prej tyne, duke u thirrë në këtë islamjet dhe në këtë islamizëm, ta vënon segjadën për bunar dhe të mashtron shumë ma shumë se ai i cili mund të mos jetë as besimtar. Dhe tash ju mendojeni vetë këta shembuj, mendojeni personalisht. Kur shkoni me blen në një mall dhe kur të bëni pazar për me zbrit çmimin, blene çmimin sipas çmimit të tregut, jep në çmimin sipas çmimit të tregut, ose jep në çmimin të cilin ju fillimisht e keni menduar se mbi atë sunë merrni, ose kur ta shitni, mos e jepni çmimin as të lartë, pastaj duke zbrit të vini në një çmim të cilin ti nuk e ke të cilin ti në fakt ke menduar fillimisht ta bësh. Detyra më e mirë sipas rregullave të fikhut islam është çmimi i prerë. Pazarlëku është i lejuar në islam, por jo pazarlëku me njetin e mashtrimit. Unë e shes 10 euro këtë mall, po javnoj 15 se ashtu kështu ka pazare dhe kur të më rrijet e shuma e 10 euroshet, unë e jap për 10 euro. Kjo në islam është haram dhe është e ndaluar. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.